Para se të filloj me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni sipërziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Se vuani nga gazra dhe fryrja, pini 3 glonjka nga kjo pije dhe do shpëtoni për gjithmonë. Funksioni normal i sistemit tretës është një nga parakushtet për shëndetin e përgjithshëm dhe është një faktor kyç për funksionin e organizmit në tërësi. Kjo është një arsye pse është e rëndësishme t'i kushtoni vëmendje tretjes. Gjithsesi, një jetë e shpejtë duke përfshirë një dietë të tillë sigurisht që problemet me jashtëqitjen bëhen një nga problemet kryesore shëndetësore të një numri të madh të njerëzve me simptoma të epokës moderne. Në këtë video do ju sjellim 3 ndihmës që ju ndihmojnë të filloni edhe të keni një tretje më të lehtë. Uji i ngrohtë me limon. Shtrydhni një limon të plot në një gotë me ujë të vakët dhe e pini. Ju gjithashtu mund të konsumoni këtë pije si një masë parandaluese për të parandaluar dispepsin. Vaj ulliri dhe limon. Gëlltisni një lugë gjedhe me vaj ulliri, opsionalisht të holluar me lëng limoni natyral. Ky produkt shtëpiak për fillimin e tretjes është mirë që të konsumohet në mëngjes disa orë pas një vakti. Sot buke me ujë të vakët. Përzjeni gjysmë lugje të vogël sot buke në një gotë me ujë të vakët. Ky ushqim është i njohur për njerëzit si aleati i tretjes së dobët, por është i rëndësishëm të theksohet se duhet të përdoret vetëm sot bukë farmaceutike pa alumin, të cilën mund ta bleni në farmaci. Receta nuk rekomandohet për ata që vuajnë nga ulçra në stomak. Këto këshilla janë të mirëseardhura kur tretja është aq e ngadaltë sa ka nevojë për ndihmën sa më të shpejtë jetë e mundur. Dhe për të mos ndezur dritën e kuqe të alarmit, mos harroni të përfshini në menun tuaj ditore ujin, probiotikët, frutat dhe perimet të pasur me fibër si fasulet, karrotat, brokolin, manaferin dhe portokallin, drithrat e plota si elbi, orizi, kafë dhe tërshëra. Dhe mos harroni të lëvizni edhe nëse është vetëm një shëtitje 10 minuta nëpër lagje. Gazrat janë gjëja kryesisht natyrore dhe e zakonshme dhe nuk ka asgjë për të shqetësuar, por për disa njerëz era që kalon mund të jetë pak e sikletshme, veçanërisht nëse jeni jashtë dhe rreth rrotull. Ndonjëherë mund të ndodhe papritur edhe nëse e leni atë që të rrëshqas mund të skuq fytyrën tuaj, por për disa njerëz gazi mund të bllokohet duke shkaktuar parë atij. Kjo mund të jetë një dukuri e përhershme dhe mund të jetë e prirur të vuani veçanërisht nëse keni kushte të tilla si sindroma e zorrëve të irrituar, era e bllokuar që ndjehet pikërisht ashtu siç tingëllon është gaz që nuk mund të heqësh qafe. Kjo mund të jetë shumë e dhimbshme edhe mund të shkaktojë të sëmurëve shumë shqetësime. Por pak gaz do të kalojë akoma dhe ka të ngjarë më shumë se zakonisht, kështu që mund të jetë gjithashtu e turpshme. Ju mund të ndjeni të fryrë në stomak dhe një ndjenjë shtrëngimi, shqetësimi ose dhimbje therse. Nëse keni erë të bllokuar, mund të ndjeni të ngopur shpejt kur jeni duke ngrënë ose keni zhurma ose gurgullima nga stomaku. Era e bllokuar mund të prekë gjithashtu gjoksin dhe shpatullat. Prandaj, kjo mund të krijojë fryrje të tepërta dhe duhet të shqetësoheni dhe të drejtoheni tek mjeku juaj për të marrë zgjidhje sa më të thjeshta. Gjithashtu, këto zgjidhje mund t'i keni edhe në kushtet e shtëpisë. Gazrat e stomakut shkaktohen kryesisht nga gëlltitja e pavullnetshme e ajrit gjatë ushqyerjes, por edhe për shkak të shpërbërjes së ushqimit në zorrën e trashë. Ushqimet të caktuara siç janë fasulet, dardha, brokoli, kërpullat, qumshti, drithrat e plota dhe mollët kontribuojnë në rrështimin e gazrave në stomak. Por si të paksoni gazrat e stomakut pas ushqyerjes? Ekspertët, të cilët thonë se hapi i parë drejt paksimit dhe eliminimit të gazrave të stomakut është padyshim kafshimi dhe përtypja e ushqimit. Ushqimet duhet të përtypen mirë përpara se të gëlltiten dhe të treten më lehtë. Hapi i dytë më i rëndësishëm është që pasi të hani qëndroni ulur, por drejt në mënyrë që të zbutet presioni abdominal dhe të lehtësohet nxjerrja e gazrave. Një hap tjetër i rëndësishëm është ecja pas konsumit të një vakti. Ecja ndihmon shumë për tretjen, paksimin e gazrave dhe fryrjen dhe shfaqjet pas ngrënies. Hapi i katërt është pirja e menjëhershme pas vaktit të çajit të energjikut, i cili qetëson muskujt e përfshirë në sistemin tretës duke lehtësuar nxjerrjen e gazrave. Studime shkencore mbi këtë çështje konfirmojnë se ushqimet e pasur me probiotik janë shumë të rëndësishëm në paksimin e gazrave të stomakut.
Por çfarë janë probiotikët? Probiotikët janë lloj bakterieve të mira që jetojnë brenda sistemin tretës dhe mbajnë të balancuar florën intestinale. Probiotikët ndihmojnë për të baraspeshuar nivelin e mikroorganizmave në florën intestinale në mënyrë që sistemi gastrointestinal të tresë ushqimin si duhet dhe të na mbrojë nga patogjenët, pra, nga mikroorganizmat e dëmshme. Pastrojeni organizmin nga përbërësit e dëmshëm që prodhojnë edhe vitamina dhe përbërës të tjerë dhe ekuilibrojnë sistemin ton imunitar. Një ndër ushqimet më të pasur me probiotik është kefiri, por edhe kosi, lakra turshi që bën në shtëpi ofrimin e mirë të mineraleve. Nëse dëshironi të ruani ekuilibrat e florës intestinale, është e nevojshme të kufizoni dozën e ushqimeve që shkatrojnë bakteriet e shëndetshme. Buka e bardhë është një prej tyre ushqimeve. Mos hezitoni të zgjidhni bukën integrale që përmban proteina dhe përbërës ushqyes shtesë, që mund të lehtësojë gjithashtu edhe problemet tuaja të tretjes. Dhimbja e barkut, gazrat dhe fryrja e stomakut janë kryesisht simptoma të tretjes problematike, por edhe pasojë e ushqyerjes së keqe. Ka ushqime të caktuara të cilat shkaktojnë fryrje artificiale të stomakut, por edhe gazra të vazhdueshëm dhe një ndjesi pareatie të madhe. Në shumicën e rasteve, fryrja e stomakut mund të eliminohet falë konsumit të ushqimeve dhe pijeve të caktuara të shëndetshme për tretjen. Por cilat janë ushqimet që eliminojnë fryrjen e stomakut? Në këtë video, sipas Brightside, do të mësoni për ushqimet më të mira, të cilat jo vetëm eliminojnë fryrjen, por ndihmojnë të mbani edhe një stomak akoma dhe më të shëndetshëm. Kivi. Kivi është një nga frutat shumë të pasur me fibër. Ekspertët thonë se ngrënia e 2 frutave në ditë për 4 javë me radhë eliminon konstipacionin dhe fryrjen e stomakut. Çaji i energjikut. Ky çaj është përdorur prej shekujsh për të përmirësuar tretjen dhe për të zgjidhur problemet e stomakut. Studimet thonë se ky çaj ose suplementin energjikut mund të konsumohet rregullisht për 4 javë. Në këtë mënyrë ato do të përgjysmojnë simptomat e problemeve të tretjes dhe do të shfryjnë stomakun. Bananet. Ky frut është një burim shumë i pasur i fibrës, i cili ushqen bakteriet e mira në stomak dhe përmirëson tretjen. Gratë që hanë 2 banane në ditë për 2 muaj me radhë kanë një barkë më të sheshtë. Kefiri. Kefiri përmban një enzim të rëndësishme që shërben edhe për shpërbërjen e laktozës, një sheqer tek qumshti që shkakton probleme me stomakun. Pirja e kefirit zgjidh problemet me tretjen dhe eliminon fryrjen dhe gazrat me të paktën 70%. Xhenxhefili. Xhenxhefili është përdorur prej mira vitesh për të qetësuar stomakun dhe për të përmirësuar tretjen. Ai qetëson muskujt dhe lejon trupin të nxjerrë gazrat me një lehtësi më të madhe, duke ofruar kështu lehtësime të munguara të sistemit tuaj tretës. Ndjekja e këtyre trajtimeve në kushte shtëpie gjithashtu do të sigurojë trupit tuaj një zgjidhje më të mirë efektive në lehtësimin e kapsllëkut dhe problemeve që lidhen me të. Piepri. Piepri ka aftësi çliruese dhe ndihmon në eliminimin e ujërave të tepërt nga organizmi. Ai shfryn stomakun, por edhe shërben si një zhvendësues natyral i elektroliteve, sepse është shumë i pasur me kalium, element këto shumë të rëndësishëm për tretjen tuaj. Molla. Një mollë në ditë mban larg doktorin dhe ky nuk është një mendim i rastësishëm. Fruti që ju jep 4 gram fibër ndihmon zorën tuaj të lëvizë në baza ditore. Mollët përmbajnë pektinë, e cila është një fibër e tretshme e njohur për vetitë e saj laksative. Në një studim, 80 pesëmarrës morën suplemente pektine dhe rezultatet ishin spektakolare pas 4 javëve. Pra, hani mollë të thjeshta në dietën tuaj, së bashku me kosin, tërshërën, sallatën dhe frutat dhe çdo mënyrë tjetër gjeniale që do të mendoni do të jetë gjithashtu një laksativ i mirë për tretje. Fiqtë i thonë lamtumir kapsllëkut. Fiqtë thatë në veçanti u japin më shumë fibër. Mendoni se gjysma e filxhanit është e barabartë me 30% të nevojës tuaj ditore për fibra. Nëse shqetësimi juaj rritet me kalimin e kohës, gjithçka që ju ngelet në dorë është i drejtoheni mjekut. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like.
dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.